Dhe Rama besoj që nga dal do bjerë, po shtyn thjesht po merr po mbaron serumi, besoj që Rama do përfundojë, nuk ka rrugë tjetër, të përfundojnë SPAK, të përfundojnë para gjykatës. Nuk shikoj në mos alternativë tjetër që të ketë një kompromis që t'i ikë shtetit dhe mos ta rratisët ose të bëjmë kompromis, nuk besoj sepse fundit vet nuk do të ikë, do ka gjithë të popull përballë, ka gjithë të padrejtësi, një mal me padrejtësi që ka bërë shqiptarëve, me vjedhje, me dhënien tokëve. Rama faktikisht vetëm për tokë që ka dhënë tujve, përveç Kushner ose vajzës Trumpit, përveç edhe shumë politikan europian edhe tuaj, ish ambasador, kanë marrë blerë tokë, kanë marrë në Shqipëri dhe vetëm këto po të hetonte SPAK-u do t'i mjaftonte për abuzim me ligjet e shtetit shqiptar, pa parë tjera, sigurisht janë dhe shumë tjera skandale pafund. Nuk kanë nevojë të përmend se si shqiptarët duke ngrënë bukë dëgjojnë gjithë nga mjesit e ndark, SPAK-u, prokuroria u arrestua, bërë kjo dhe një farë mënyrë janë çoroditur dhe mendërisht shqiptarët janë të lënduar me pasoja, sepse nuk shikon në çdo televizion, shikon vetëm u arrestua SPAK-u, politika, kështu që një farë mënyrë edhe mediat e kanë sjellë majt hundës popullit shqiptar, siç gjithmonë në fund me të vërtetë SPAK-u është një organ, bëj punën e tij, nuk është këtu nuk dëgjon njëri në televizionin gjerman, nuk shikon gjëra të tilla. Ka një emision drejt ose 10 dhe 11 që jep në emision kështu për drejtsinë ose kështu imitojnë gjyqjet, thjesht për kulturë juridike, por nuk është se kanë në televizion gjerman jetojnë sepse secili ka punën e tij, nuk është puna e medias faktikisht që rritet dera gjykatës, që kush doli, fundoni ka dhënë privatësi. Edhe në Gjermani dhe në Bashkimin Evropian mbrojtjes dhëna personale japin një rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe jam shumë i lumtur nëse në Bashkimin Evropian që ne Bashkimi Evropian do na shpëtoj nga torturuesit tanë, dhunuesit tanë që janë shqiptarë. Sepse dhëna në shikon në Shqipëri ka kamera gjithandej, nuk ke privatësi, s'ke asgjë. Pse ka kamera sepse nuk ka shtet. Edhe këtu duan popull fëmijë të sigurt, duan shkolla të sigurt, duan qytetarë të sigurt, por shtetit ja kanë frikën që në dokument që në letë, që në gjykatë, që në vendimi gjykate, nuk ka këtu kamera gjithandej, se në fund privatësia këtu në Shqipëri ka mbaruar. Nuk ka dyqan ku shkoj. Më thonë, më vjen shumë çudi se si media lexon ato dosjen e SPAK-ut, se nga i marrin se çfarë bëjnë nuk e di, po është kështu një përzierje konglomerat që unë nuk e kuptoj sepse nuk jam çdo ditë në Shqipëri. Po dhe media ka një gjunaf shumë madh ndaj popullit shqiptar, në psikologjinë e popullit shqiptar. Zoti Tafaj, para pak muajsh në Shqipëri ishte ministri i jashtëm gjerman i cili u takua me zyrtarët e SPAK-ut, por nuk u takua me kryeministrin Edi Rama. A ka qenë ky një mesazh që Gjermania po jep në vazhdimsi kryeministrit Edi Rama se tashmë po themi ja ka hequr vizën sa i përket po themi për ta legjitimuar atë si kryeministër të paktën po themi thojza në këtë aspekt. Pra a ka një dorë Gjermania që i shikon edhe protestat si një lëvizje që mund të ndroj po themi këtë lloj sistemi politik në kuptimin e kastës aktuale që është? Unë nuk besoj, Gjermania nuk bën një politikë tillë, domethënë ta ngrenë peshën, të fusin leven anash, të botojnë. Besoj që është një pjesë e politikës gjermane që do të flasë vetëm me sistemin e drejtësisë ose me kryetarin, me kryeprokurorin, për të dhënë në base për ta pyetur, për të informuar ndoshta edhe për çështjet që kanë bërë drejt për drejt me çështjet speciale që nuk ka pse t'i di kryeministri, por që mund të jetë diçka shumë sekrete që bisedojnë me njëri tjetrin por që nuk besoj që shteti gjerman vjen takon SPAK-un për t'i thënë Ramës që shikoj ti do të heqim, nuk e shikoj si shenjë. Ramën e respektojnë sepse është deri në ditën e fundit që drejt kryeministri i Shqipërisë e respektojnë, por që kanë kontakte me ambasada, me takime me SPAK-un, praktik nuk është për vende tjera, mund të vend si Shqipëria, mund të shkoj ministri gjerman që takoj shefin e SPAK-ut, por sidoqoftë është kështu, por nuk e marr si shenjë që do ta heqë, nuk merremi me Ramën dhe të kalim direkt tek SPAK-u. Nuk janë shumë serioz në këtë pikë. Po sa i përket raporteve të Edi Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a mendoni se tashmë ato janë në një pikë më të ulët nisur nga ngjarja e fundit që ndodhi pra në Zvërnec, ku situata doli nga kontrolli dhe tashmë emri i vajzës presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrit të tij Jared Kushner ka pushtuar mediat botërore? Edi Rama si artist, si kryeminist i një vendi vogël të korruptuar siç është Shqipëria, ka të kompleksin e inferioritetit. Dhe vetëm një njeri që ka një lloj inferioriteti, që ka një gjuhë të trupit të tillë, mund të sillet, mund të bëj kështu xhonglime të tilla që ju përulet, ju bie një gjuhë, ju puth duart, ju përqafon,
Kjo është një mungesë shumë mungesë e serioziteti në politikë. Fundit aty nuk përfaqëson vetë përfaqëson Shqipërinë. Duke ju ja gavitur njerëzve, ministreve, grave ministre, duke ju vënë në gjuhë, duke i puthur, duke i shtrënguar, nuk bie në sy për mirë. Po kjo që thoni për Shtetet Bashkuara të Amerikës, të njëjtën gjë kështu, ti besoj që gjithë qëllimi i tij e shikon që e ka rënduar peshorën në vendin e tij dhe ka një farë mënyrë do një mbështetje nga amerikanët, sidomos nga Donald Trump. Nuk është ndoshta vetëm Rama që një udhëheqës i botës që do të ekzistojë në mbiemjet kontakteve, besoj dhe kontakti me Izraelin që kishte pikërisht kjo shërbente që ti mande derën hapur Ramës në Washington dhe fakti që kur bësh mbledhja në Washington që bësh mbledhja shteteve të vogla që kryuan atë këshillin kombëtar Bordin e paqes, po. Bordin e paqes. Rama për t'i treguar që unë jam i familiarizuar me familjen Trump, po shoqëron të vajzën e Trumpit, po i tregon të tokat tona se i zgjidh më të mirë, këtë do të shikoj, këtë do të marrësh, kështu që. Dhe desha të përmend edhe këtë që media gjermane kanë drejtuar me një farë sarkazme çështjen shqiptare, çështjen e blerjes së ishullit shqiptar ose të Zvërnecit, sikur vajza e Trumpit bashkë me shoqin ishin në një jahtë luksoz, po kalonin në Adriatik e thonë, ky ishilli, ku jemi këtu, në çfarë vendi, ku është ky ishilli, është nga i bukur. Ka thënë jemi ky Shqipëria, është ishulli sasa, ka thënë merr pa kryeministin telefon ta blen këtë. Edhe me të vërtetë kështu ka kështu trajtoi media gjermane. Edhe pastaj erdhi në Shqipëri dhe nuk kishte diskutim, domethënë që kishte në lidhje parlamentin atë bënte diçka konkrete shtetëror, lindi gjurmë shtetëror, jo direkt sikur ka tokën e tij, e shoqëroi me makina të shtrenjta, shumë e rëndësishme, më thonë se unë me familjen Trump kam shumë i lidhur, por sa më lart ngrihesh, aq më poshtë do biesh. Kështu që kjo besoj është bërë dhe kthyer një bumerang që është kthyer këtij tani dhe e pa që nuk është se kanë një mbrojtje nga amerikanë, në fund amerikanët lanë të bjerë sepse edhe gjë ka media amerikane, ka politikanë amerikanë që i kundërvijnë tamam eksakt me atë, po bëjnë një farë mini lufte për çështjen e vajzës Trumpit se si shkon në përballë dhe shërben. Edhe më e keqja nuk është se janë investitorë drejt për drejt. Këto faktikisht është një lloj si një nga të pashët e Shqipërisë që merr tendrat nga shteti dhe jep tjerëve. Thjesht me përqindje dhe punë bën tjerë. Dhe s'besoj që vajza Trumpit do vinë në Shqipëri dhe bënte një resort gjigant, 4.5 miliard euro dhe do bënte me lekë të saj, nuk besoj. Thjesht ky shfrytëzon kontaktet, mundësi që ka me kryeministët e shteteve, bën një kontratë tillë, pastaj merr pjesën e saj dhe bën tjerët. Nuk besoj. Pastaj nuk është se jemi çdo shqiptar, dhe më i padituri nuk është ku në investime, ku ta gjejmë që na vjen investitorë të mëdhenj fuqishëm, vjen 100 miliarda euro. E para është kjo është për të shkosh te kopshti i fëmijëve ta shpjegosh, nuk ta besojnë që po dili kush i ka pas dorë 4 miliardë gjysmë euro, po nuk tregon, nuk ka projekt, nuk do të thotë për çfarë ka, po do jenë, po këto i bën mirë Shqipërisë. Edhe sikur të bënte një resort të tillë, e para do punonin shqiptar, do punojnë indian, Filipinas, gjithë bota do punonte, po shqiptarët jo, sepse do duan të fitojnë shumë, të paguajnë pak. Është krejt normale kjo, këtë përdorin. E dyta do ishte e mbyllur për shtetat shqiptar. Ne shikojmë në Vrim Agar të shikonim këtë, sepse asnjëri nga ne me këto rroga, me gjallësa normale si çemi ne, të hyjmë brenda të paguajmë 10.000 euro natën, na ça 20.000 euro natën. Nuk e kemi këtë mundësi shqiptar. Pra ajo bësh në tokën shqiptare, por jo për shqiptarët. Miliardë se pastaj edhe sikur të vinë këto kompani të fuqishme, nuk 10 vjet e parë nuk se paguajnë taksa, ato të lirë nga taksat, për shkak se ato sjellin investimet. Përveç kësaj, edhe investimin bazë, ujin, ato ternueve të zeza, elektricitetin komplet do e çoj shteti shqiptar me taksat e shqiptarëve. Dhe po të shikosh raportin, nuk kam bërë, nuk është çështja ime të bëj një bilanc tillë se sa investosh, edhe për sa vit do merresh mbrapa duke paguar taksat. Unë s'besoj që Shqipëria do kishte një bilanc pozitiv. Thjesht duke e marrë kështu. Përveç asaj, shikoj që zoti Rama e mban sekret, nuk tregon që nuk ka transparencë, më thënë zero transparencë. Është drejtë çdo shqiptari ta lëshoj fantazinë e tij dhe të dëgjoj se çfarë shkruan nëpër media për këtë, sepse do vinë izraelitët, do bëjnë enklav, do bëjnë kështu, do bëjnë ashtu, nuk ka secila është drejta e tij të fantazojë gjithë. Edhe duke hapur për hapur fjalë, duke s'ka një projekt real, dhe duke mos ditë se me të vërtetë se kush vjen për çfarë do bëhet, njerëzit shikojnë, lëshojnë fantazinë e tyre dhe dëgjojnë lloj shembull, për shembull Kina ka blerë në Pakistan një port, ka të tijën, edhe pas disa muajsh ka sjell ushtrinë e tij, e ruan me ushtri portin e tij. Dhe ka një konflikt hapur tani, më thonë integriteti territorial i Pakistanit vjen në diskutim tani sepse e ka blerë dhe ruan me ushtarët e tij.
kjo është një hiperbolizuar, por në Shqipëri po të vi dikush sjell vetëm racën e tij dhe ngadalë dërson gardin, po gardin ngren nga maja pastaj, nuk e ngren nga fund për ta kthyer mbrapsht. Kështu që ne i duam popujt tjerë, i duam edhe popujt vetë mëdhej, po jemi vetë si popull jemi shumë i vogël dhe kemi shumë pak tokë për të shitur, për të bërë, dhe ne nuk duam të kemi enklava brenda Shqipërisë, nëse do ishte gjë e tillë. Thashë që është fantazi, por përdesa Rama nuk je projekt, nuk tregon, nuk i hap letrat, secili ka drejt të fantazojë.